Të nderuar miq, jemi përsëri me atë Viktorin, me cilën po pim një kafe këtu në korridorin e kishës, dhe po flasim për kujtimet e tij nga jeta si marinar, por dhe jeta si klerik. Atë, unë do doja që në mbyllje të kësaj bisede që bëm bashkë, të na thonit dy fjalë, se ju keni qenë marinar i marinës luftarake, por dhe një marinar në përgjithësi që lundron në përdete dhe oqeane. Si mund të, domethënë, themi diçka si klerik për një marinar, çfarë urimi mund t'i japim për detin, ai përballon këto vështirësitë e këto. Është kënaqësi të kesh lidhje me detin. Kënaqësi e veçantë. Dhe unë do t'ju uroja, do të kujtoja, në fakt do të kujtoj të gjithë ata shokët apo ata që kanë shërbyer në atë periudhë të viteve 63, dhe që t'ju uroj shëndet të kenë, edhe dashuri me Zotin, me familjen, e me gjithë të afërmit e tyre. Është edhe njerë përsëris, është kënaqësi të jesh detar. Me detet ka lidhje shumë edhe feja. Shenjtorë të ndryshëm që kanë rënë nga anijet, i ka shpëtuar shenjtori i kishës. E ka nxjerrë nga uji, e ka futur në anije. Ka shumë ndodhira që lidhen me detin, por është pamundur që t'i kujtoj të gjitha të cilat të mirat ka bërë deti. Po që ka lidhje edhe me fenë, me të krishterët, datë musliman, ortodoks, katolik. Faleminderit.